kompliku që kanë një numër shumë të madh votash mund të bëhet pjesë e parlamentit dhe perceptimin tim është një ose dhe anasjellës. Ose dhe anasjell. Jo, anasjellta se tet kompliku është jashtë listës fituese. Mund të shkoj tedi për. Mund të shkoj tedi për. Po, është pak e vështirë kjo pjesa, po zura rastin që nëse zoti Spahia kandidon për Bashkinë e Shkodrës, lirohet vendi automatikisht futet tet kompliku. E njëjta gjë mund ndodhen në Tiranë, për shembull, mund të kemi një për listës mbyllur që mund të jetë kandidat për Bashkinë e Tiranës, automatikisht futet Ilir Ali Mehmeti, apo mund të kemi një dorëheqje për shkak se mund të kandidojë në një bashki tjetër, pavarësisht se është pak e vështirë situata, po duhet kemi parasysh që kjo listë edhe mund të rikompozohet. Në listën e Durrësit mund të kemi zhvendosje për shkak të kandidaturave për dorëheqje apo për arsye nga më të ndryshmet. Ndërsa në pjesën tjetër të vendit është vështirë të qasësh se numri mandateve është shumë i lartë. Elbasani, Fieri, Vlora. Tani kam një pyetje për këtë numrin e mandateve. Spaku kemi parandjenjën që do përpiqet të ruajë fytyrën e vet nëse nuk ka vendosur ta heqë plotësisht maskën. Por edhe sikur ta arrestoi 82 deputet mazhorancës, prap nuk i cënon numrin e mandateve mazhorancës. Tavio, ky është problemi që u ngrit alarmi që ndërhyrja do duhet ishte përpara 11 majit, pra që të kishte një farë ndikimi në rezultat. Tani ne duhet ta pranojmë që ai Ilir Meta, pavarësisht se mori 8000 vota, besoj që nëse do ishte Ilir, pra jo në kushtet e masës arrestit me burgun, besoj që mund të kishte edhe 2 fishën e votave. Pra në një formë apo në një tjetër është një ndikim i drejt për drejt në procesin zgjedhor. Bjem dakord për këtë pjesë. Besoj që dhe Ervin Saljani, nëse nuk do ishte në qeli për një vendim të pa precedent, nëse nuk do të hyjë termave të jurizëve pasi mund gabojnë atë fushë, por nëse do ishte Iliro, nuk besoj që Elbasani do kishte pasur rezultat. Pra kam bindje plot këtë pjesë. Dhe nëse zoti Berisha nuk do ishte peng i atyre ecejageve në SPAK, i atyre zhvillimeve në SPAK, i atyre zhvillime të një procesi të stërgjat për një dosje që realisht është dosje mirëfill politike, të paktën deri tani dhe me çka kemi parë, unë besoj që do kishte pasur më shumë kohë dhe angazhim dhe fuqi në organizimin e strukturës. Ajo çfarë njerëzit prisin nga SPAK-u ishte që ndërhyrja të ishte përpara zgjedhjeve të 11 majit, pra që të parandalohej fenomeni. Se tani është e kohë, se ti një kandidat që tani mund të ketë 20.000 vota, ti mund ta arrestosh, mund ta delegjitimosh, mund t'i heqësh mandatin e deputetit, po ai mandati mbetet prap mazhorancës, edhe mbetet prap kot. Edhe me atë mandat mund ndryshojnë edhe bëndë ndryshime kushtetuese që zboglohet edhe minimizohet edhe roli i SPAK-ut. Nëse qëllimi është bërja e 84 votave për të futur SPAK-un në kuadrat. Filloi zoti Manja me vrap. Po absolutisht. E emroi lëvizjen. Nuk kishte e vetmja gjë që del jashtë logjikës në këtë punë është fakti që SPAK nuk veproi. SPAK e kishte gjëtave. Kur ne bëjmë organizimin për çështjet zgjedhore, moment që ne ndajmë gazetarët të rënë dhe bëjmë darjen e punës. Dim ku t'i çojmë ca që do ketë patjetër disa gazetarë, se ne nuk mund të çojmë për shembull gazetarin e kulturës në Durrës, as në Fier, as në Lezhë. Çojmë gazetarin e sektorit kronikës për shkak të problematikave që kanë të qarqe. Tani edhe SPAK, fal përgjimeve që erdhen nga Sky and Kroçat, e kishte një qark me zonat e riskut, se në moment që ty të del... Kronike një vjedhje të paralajmëruar. Absolutisht, në moment që ty të del, kreu një grupi kriminal në Elbasan si Suelçela, që diktonte gjyqtar, policë, drejtor policie. Do me thonë, ishte koordinator i organeve ligjzbatuese. Ti mendon që na qark nuk do të ishte praktikisht. Po ç'prefekt, se prefektit ja kanë heq kompetencat fare, ishte direkt i deleguar i qeverisë për koordinimin e institucioneve ligjzbatuese dhe të pushtetit lokal. Dhe në moment që ti e ke këtë panoramë, ti mendon që në këtë qark nuk do ketë krim zgjedhor. Në moment që ti e ke panoramën për qarkun e Durrësit, ku porti i Durrësit është një nyj lidhëse shumë e rëndësishme e trafikut ndërkombëtar të kokainës. Ti mendon që ato grupe kriminale që kanë në zotrim de facto sot portin e Durrësit nuk do interferonin në listat e kandidatëve, kur ty të interferuan kur ishte kryeministri Edi Rama vetë kandidat pjesë e listës Durrësit dhe e firmosi vetë atë listë. Pra këto dy qarqe, ty ta dhanë panoramën dhe këtu do duhet ishte bërë punë e madhe për parandalimin. Tu nuk ndodhi asgjë. Ku bë kryeqyteti i krimit elektoral, u bë Trushi. Trushi, për ata që se dinë, është fshati i Tomdoshit, mos gabon. Edhe doli Tomdoshi, kriminali më i madh elektoral në këto zgjedhje. Pra, se u hyn Trush, u hyn në një fshat Lekbibaj Tropojës, ku kishte Doshi disa mbështetës të tij, u shku në Libov Shpierit. Shkojnë deri në Libov Shpierit, ku arrestuan dhe babain e një kandidatit të PSD-s. A duhet hetohet forca politike e Tomdoshit në rast se ka vlerë vote? Patjetër që po. Patjetër që po. Po nëse ka hetim, o ta marrim hetimin nga koka dhe të shkojmë aty ku është situata realisht më problematike, të gjithë hetohen, edhe Partia Demokratike hetohet. Gjithë madje u morën me radhë. Ikën kërkon votën, procedohesh edhe vijon punën me organet ligjzbatuese vetëm se ke kërku votën. Ndërkohë nga krau tjetër që thehen rekorde votash nga njerëz anonim,
që është ashtë që nuk ke nevojë pra të thash të ndjekësh as paran më, po vetëm mjafton të ndjekësh votën edhe të zvërthesh ose mjafton të vetëm të futej në një grup patronazhistësh. Sot janë gjitha mundësi teknologjike,